Rusia i tha Ukrainës në bisedimet e paqes të hënën në Stamboll se do të pranonte të jepte fund luftës vetëm nëse Kievi heq dorë nga pjesë të mëdha të territorit dhe pranon kufizime në madhësinë e ushtrisë së saj, sipas një memorandumi të raportuar në mediat ruse. Kushet të paraqitura zyrtarisht në negociatat në Stamboll nxorën në parë refuzimin e Moskës për të bërë kompromis mbi qëllimet e saj të kahershme të luftës, pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund gjakderdhjes në Ukrainë. Kievi ka hedhur poshtë vazhdimisht kushtet ruse si të barazvleshme me dorëzimin. Delegacionet nga palët ndërluftuese u takuan për rreth një orë kur janë dakord të shkëmbejnë më shumë të burgosur lufte, duke u përqendruar te më të rinjt dhe më të plagosurit të rënd, dhe të kthejnë trupat e 12.000 ushtarëve të vdekur. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e përshkroi atë si një takim të shkëlqyer dhe tha se shpresonte të bashkonte Putin me Zelenskin për një takim në Turqi me Trump, por nuk pati as si përparim në një armëpushim të propozuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Moska thot se kërkon një zgjidhje afatgjat, jo një pauzë në luftime. Kievi thot se Putin nuk është i interesuar për paqe. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë gati të tërhiqen nga përpjekjet e tyre të ndërmjetësimit, nëse të dyja palët nuk tregojnë përparim drejt një marrëveshje. Ministri i Ukrainas i mbrojtjes Rustem Umerov, i cili kryesoi delegacionin e Kievit, tha se Ukraina ka propozuar të zhvillojë më shumë bisedime para fundit të qershorit, por beson se vetëm një takim mes Zelenskit dhe Putin mund të zgjidhë shumë çështje të diskutueshme. Zelenski tha se Ukraina paraqiti një listë me 400 fëmijë që thotë se janë rrëmbyer në Rusi, por se delegacioni rus pranoi të punonte për kthimin e vetëm 10 prej tyre. Rusia thotë se fëmijët u zhvendosën nga zonat e luftës për t'i mbrojtur ata.